Edhe pse shumë teknologji bërthamore janë zhvilluar me kalimin e kohës, një nga më kontroverset dhe paradoksalet mbetet bomba neutronike. Ai është përshkruar shpesh në mënyra krejtësisht të kundërta, nga njëra anë si një nga armët bërthamore më të pastra të konceptuara ndonjëherë, dhe nga ana tjetër si një nga më shnjërzoret. Vëmendja publike ndaj kësaj arme u rit ndjeshëm në qershor të vitit 1977, kur gazetari Walter Pincus zbuloi se Shtetet e Bashkuara po shqyrtonin vendosjen e saj. Ky raport shkaktoi reagim të fortë global, pasi shumë kush kishte frikë se një armë e tillë mund të futej në përdorim pa një diskutim të duhur publik, duke ngritur shqetësime etike dhe strategjike në nivel ndërkombëtar. Bomba neutronike, e njohur më formalisht si armë me rrezatim të përforcuar, ERW, është një formë specializuar e armës bërthamore. Ndryshe nga bombat tradicionale bërthamore, të cilat mbështeten kryesisht në shpërthim dhe nxehtësi për të shkaktuar shkatrim, bomba neutronike është projektuar për të maksimizuar çlirimin e rrezatimit të neutroneve me energji të lartë, ndërsa redukton fuqinë shpërthyese dhe ndotjen afatgjat radioaktive. Ky ekuilibër unik e bën atë thelbësisht të ndryshme nga armët e mëparshme atomike, të cilat kishin treguar efekte të tyre shkatruese gjatë bombardimeve të Hiroshimës dhe Nagasakit. Koncepti u zhvillua në vitet 1950 nga fizikani Samuel T. Cohen, një ish antar i projektit Manhattan. Indikuar nga shkatrimi masiv i shkaktuar nga armët bërthamore të mëparshme, Cohen imagjinoi një pajisje që mund të arrinte objektiva ushtarake, duke kufizuar dëmet ndaj infrastrukturës. Qëllimi i tij ishte të krijonte një armë që do të reduktonte ndotjen afatgjat të mjedisit dhe do të lejonte që territori të mbetej i përdorshëm pas konfliktit. Ai besonte se një armë e tillë mund të shërbente si një mjet më i kontrolluar dhe racional lufte, duke u fokusuar në rezultatet e menjëhershme të fushë betejës, në vend të shkatrimit të gjerë. Një nga përparimet kryesore në projektimin e bombës neutronike erdhi nga kuptimi i rolit të mbështjellësit të jashtëm të bombës. Në armët bërthamore konvencionale, ky mbështjellës shpesh i bërë nga materiale të dendura, ndihmon në reflektimin e neutroneve përsëri në bërtham, duke rritur fuqinë shpërthyese, por gjithashtu duke kontribuar ndjeshëm në ndotjen radioaktive. Cohen kuptoi se duke zvogëluar trashësinë e këtij mbështjellësi, më shumë neutrone mund të dilnin në mjedisin përreth. Ky ndryshim do të ulte fuqinë totale shpërthyese të armës, por do të rriste në mënyrë dramatike sasinë e rrezatimit të çliruar. Si rezultat, bombat neutronike prodhojnë një shpërthim relativisht të vogël krahasuar me armët tradicionale bërthamore, por lëshojnë një shpërthim intensiv rrezatimi neutronik. Ky rrezatim mund të depërtojë përmes blindimit dhe materialeve të tjera mbrojtëse, duke bërë veçanërisht efektiv ndaj ushtarëve brenda tanqeve ose pozicioneve të fortifikuara. Në disa raste, një armë neutronike më e vogël mund të shkaktojë efekte më vdekjeprurëse rrezatimi sesa një armë bërthamore konvencionale më e madhe, pavarësisht se ka fuqi shpërthyese më të ulët. Kjo karakteristikë e dallon atë si një armë të projektuar specifikisht për të synuar organizma të gjallë dhe jo infrastrukturën. Një tjetër veçori dalluese e armëve neutronike është se efektet e rrezatimit të tyre shtrihen përtej rrezës së menjëhershme të shpërthimit. Në shumicën e shpërthimeve bërthamore, forca shkatruese e shpërthimit tejkalon shtrirjen e rrezatimit. Megjithatë, në rastin e bombës neutronike, rrezatimi mund të udhëtojë më larg se veç shpërthimi, duke ekspozuar individ jashtë zonës kryesore të shpërthimit ndaj dozave vdekjeprurëse. Kjo e bën atë një mjet shumë të specializuar, i aftë të godas forcat armike, pa shkaktuar të njëjtin nivel shkatrimi strukturor si armët tradicionale bërthamore. Gjatë luftës së ftohtë, ky koncept fitoi rëndësi strategjike, veçanërisht në Europë. Planifikuesit ushtarak brenda NATO-s ishin të shqetësuar për epërsinë numerike të forcave të blinduara sovjetike.
të cilat besoi se të i kalonin ndjeshëm tanqet e NATO-s. Frika ishte si një ofensiv në shkallë të gjerë, me formacione të dendura tankesh, mund të i kalonte mbrojtjen konvencionale. Bomba neutronike u pa si një kundërpërgjigje e mundshme ndaj këtij kërcënimi. Përdorimi i propozuar i armëve neutronike përfshinte shpërthimin e tyre mbi njësitë e blinduara në avancim. Shpërtimi i rrezatimit do të neutralizonte ekuipazhet brenda tanqeve dhe mjeteve, ndërsa do të minimizonte dëmet ndaj ndërtesave dhe infrastrukturës përreth. Kjo qasje u paraqit si një mënyrë për të kufizuar viktimat civile dhe për të ruajtur asetet kryesore, veçanërisht në rajone me dendësi të lartë popullsie, ku shkatrimi masiv do të kishte pasoja afatgjata. Mbështetësit e bombës neutronike argumentonin se ajo mund të shërbente si armë taktike dhe si mjet parandalues. Duke futur një armë të projektuar posaçërisht për të kundërshtuar formacionet e mëdha të blinduara, ajo mund të detyronte kundërshtarët të ndryshonin strategjitë e tyre, duke ulur efektivitetin e ofensivave në shkallë të gjerë. Në të njëjtën kohë, fuqia e saj relativisht e ulët shpërthyese mendohej se e bënte më pak të mundshme shkaktimin e një përgjigje të plotë bërthamore, megjithse kjo mbeti shumë e debatueshme. Pavarësisht këtyre argumenteve, bomba neutronike u përball me kritikat të forta nga publiku dhe liderët politik. Shumë e pan atë si një armë që jepte përparësi shkatrimit të jetës njerëzore, duke ruajtur qëllimisht pronën, duke ngritur pyetje serioze etike. Kritikët argumentonin se një armë e tillë e zbette kufirin midis luftës konvencionale dhe asaj bërthamore, duke bërë përdorimin e armëve bërthamore më të pranueshëm në konflikte të kufizuara. Kjo nga ana tjetër mund të rriste rrezikun e përshkallëzimit në një shkëmbim më të madh bërthamor. Kishte gjithashtu shqetësime për pasojat më të gjëra të vendosjes së një arme të tillë. Edhe pse bombat neutronike ishin projektuar për të prodhuar më pak ndotje afatgjat, ato mbeteshin pajisje bërthamore dhe mbartnin rreziqet e natyrshme të luftës bërthamore. Mundësia që përdorimi i tyre të çonte në kundërpërgjigje ose përshkallëzim të paqëllimshëm mbeti një faktor i rëndësishëm në debat. Përveç rolit të tyre të propozuar në fushë betejë, koka luftarake me bazë neutronike u integruan gjithashtu në disa sisteme të mbrojtjes nga raketat gjatë luftës së ftohtë. Këto sisteme ishin projektuar për të kapur raketat balistike ndërkontinentale, ICBM, duke shpërthyer koka bërthamore në trajektoren e tyre. Shpërtimi intensiv i rrezatimit neutronik mund të prishte ose që aktivizonte kokën luftarake hyrëse, duke shkaktuar fizion të pjesshëm ose duke dëmtuar komponentët e saj të brendshëm. Si Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe Bashkimi Sovjetik eksploruan këtë aplikim si pjesë të strategjive të tyre mbrojtëse. Megjithse një numër armësh neutronike u prodhuan dhe u vendosën në mënyrë të kufizuar, roli i tyre mbeti i kufizuar. Me kalimin e kohës, ndryshimet në prioritetet politike, marrëveshjet për kontrollin e armëve dhe shqetësimet e vazhdueshme etike çuan në tërheqjen e tyre graduale nga shërbimi aktiv. Deri në fillim të viteve 2000, të gjitha rezervat e njohura të armëve neutronike në Shtetet e Bashkuara ishin çmontuar. Bomba neutronike mbetën një shembull i fuqishëm i marrëdhënies komplekse midis inovacionit teknologjik dhe përgjegjësisë etike në luftë. Për të kuptuar ndikimin e bombës neutronike, është e rëndësishme të merret parasysh struktura atomike. Atomet përbëhen nga protone me ngarkesë pozitive, elektrone me ngarkesë negative dhe neutrone pa ngarkesë. Një reakcion fizioni bërthamor që përfshin materiale si uraniumi 235 ose plutoniumi 239, atomet e paqëndrueshme ndahen kur goditen nga një neutron. Ky proces çliron sasi të mëdha energjie në formën e nxehtësisë, rrezeve gamma dhe rrezeve X, si dhe neutrone të tjera që vazhdojnë reaksionin zinxhir. Këto neutrone të shiruara janë zakonisht me energji të lartë, shpesh në intervalin 13 deri në 14 megaelektronvolt dhe njihen si neutrone të menjëhershme.
Kur këto neutrone me energji të lartë ndërveprojnë me trupin e njerëzit, veçanërisht me atomet e hidrogenit që gjenden me shumicë në ujë dhe në indet yndyrore, ato mund të zhvendosin protonet me shpejtësi të lartë. Meqense protonet kanë ngarkesë elektrike, ato depozitojnë energji në mënyrë shumë të dendur gjatë kalimit në përinde. Kjo shkakton ionizim intensiv përgjatë trajektores së tyre, duke sjellë dëmtime të rënda biologjike në nivel qelizor. ADN-ja mund të coptohet në fragmente, ndodhin dëmtime komplekse të grumbulluara dhe struktura të rëndësishme qelizore, si membranat, dëmtohen. Si rezultat, qelizat vdesin menjëherë ose humbasin funksionin e tyre jetësor. Përveç këtij dëmtimi të drejtë për drejtë, rrezatimi neutronik mund të gjenerojë edhe rrezatim dytësor, përfshi rreze gama dhe grimca të tjera energjetike. Këto emetime shtesë rrisin më tej nivelin e dëmtimit brenda indeve të gjalla, duke përforcuar efektet shkatruese. Një tjetër pasojë e rëndësishme e ekspozimit ndaj neutroneve është procesi i quajtur aktivizim neutronik. Kjo ndodh kur materiale të qëndrueshme dhe jo radioaktive thithin neutrone të lira, duke bërë që bërthamat e tyre atomike të bëhen të paqëndrueshme dhe radioaktive. Izotopet të reja që formohen fillojnë të shpërbëhen duke emetuar rrezatim si rreze gama, grimca beta ose alfa. Si pasojë, materialet brenda zonës së prekur, përfshirë metalet, ajrin, ujin dhe tokën, mund të bëhen përkohësisht radioaktive. Kozgjatja e këtij radioaktiviteti të induktuar ndryshon në varësi të materialit. Disa izotope shpërbëhen shumë shpejt, si azoti 16, që ka një gjysmëjetë prej vetëm disa sekondash, ndërsa të tjerë zgjasin më shumë, si natriumi 24, që mbetet radioaktiv për disa orë. Në raste të caktuara, materiale si çeliqet mund të formojnë izotope si kobalti 60, i cili ka gjysmëjetë shumë më të gjatë dhe kontribuon në ndotje të zgjatur. Edhe pse zakonisht më afatshkurtër se ndotja nga armët bërthamore konvencionale, ky radioaktivitet i induktuar mbetet një rrezik serioz në zonën e prekur. Ekspozimi ndaj rrezatimit neutronik mund të jetë fatal shumë shpejt. Afër pikës së shpërthimit, dozat e rrezatimit mund të tejkalojnë ndjeshëm kufij që trupi i njeriut mund të përballojë. Ndërsa dozat prej 1 deri në 2 grej janë zakonisht fatale me kalimin e kohës, ekspozimet shumë të larta mund të shkaktojnë paaftësi pothuajse të menjëhershme. Në distanca më të mëdha, individet mund të marrin ende doza vdekjeprurse, por vdekja mund të ndodhë pas disa ditësh ose javësh si pasojë e sindromës akute të rrezatimit. Në këto raste, trupi humbet aftësinë për të rigjeneruar qelizat e dëmtuara, duke çuar në një përkeqësim progresiv dhe shpesh shumë të dhimbshëm. Megjithse, efektiviteti teorik i armëve neutronike ishte i lartë, përdorimi praktik i tyre kishte disa kufizime. Faktorët mjedisor, si thithja e rrezatimit nga ajri, reduktojnë ndjeshëm rrezen e veprimit, zakonisht duke kufizuar në rreth 1 kilometër. Përtej kësaj distance, intensiteti bie me shpejtësi. Për më tepër, masa relativisht të thjeshta mbrojtëse mund të zvoglonin ndikimin e rrezatimit neutronik. Materialet e pasura me hidrogjen si uji, plastikat ose përbërjet të specializuara, si mbrojtjet me bazë bori, janë efektive në thithjen e neutroneve. Automjetet e blinduara mund të modifikoheshin me materiale të tilla, duke reduktuar ndjeshëm ekspozimin e ekuipazhit ndaj rrezatimit. Sfidat e tjera operacionale gjithashtu kufizonin përdorimin e tyre. Në një skenar real lufte, forcat armike mund të shpërndanin informacionet e tyre, duke ulur efektivitetin e një shpërthimi të vetëm. Mbulimi i zonave të mëdha do të kërkonte përdorimin e shumë armëve neutronike, ndoshta qindra, gjë që do të rriste ndjeshëm nivelin e përgjithshëm të shkatrimit dhe ndotjes. Në rajone me popullsi të dendur, kjo do të rriste rrezikun e dëmtimit të paqëllimshëm të civilëve. Një shqetësim edhe më i madh ishte rreziku i përshkallëzimit. Përdorimi i çdo arme bërthamore, pavarësisht madhësisë apo qëllimit të saj, mbarte një probabilitet të lartë për të shkaktuar kundërpërgjigje.
Megjithse koncepti u shqyrtua seriozisht, vendosja fillestare u vonua. Administrata e presidentit Jimmy Carter vendosi të mos vazhdonte më prodhimin. Vetë më vonë, gjatë presidencës së Ronald Reagan, armët neutronike u zhvilluan dhe u prodhuan. Rreth 700 koka luftarake me rrezatim të përforcuar u prodhuan gjatë viteve 1980, përfshirë ato të destinuara për sistemin e raketave Lance dhe predhat e artillerisë. Megjithatë, kundërshtimi i fortë politik, veçanërisht nga vendet europiane, ku këto armë pritej të vendoseshin, pengoi përdorimin e tyre operacional. Edhe Bashkimi Sovjetik ndoqi zhvillime të ngjashme. Pas shpërbërjes së tij, përpjekjet e përbashkëta për çarmatimin midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë çuan në shkatrimin e mira armëve bërthamore. Megjithatë, për shkak të kompleksitetit të shpërbërjes sovjetike, mbetet pasiguri në lidhje me statusin e plot të të gjitha sistemeve të tilla. Çdo pajisje e mbetur, nëse nuk është mirë mbajtur siç duhet, ka shumë pak gjasa të jetë ende funksionale. Bomba neutronike përfaqëson një kapitull unik dhe shumë të debatueshëm në historinë e armëve bërthamore. Edhe pse u projektua për të reduktuar shkatrimin fizik, ajo solli dilema të thella etike dhe strategjike. Ekzistenca e saj pasqyron tensionin e vazhdueshëm midis inovacionit ushtarak dhe pasojave më të gjëra të përdorimit të tij, veçanërisht kur kufijtë e luftës ndërthuren me shqetësimet humanitare. Kjo ishte gjithçka për sot. Abonohuni në kanalin ton duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla.